Ditën e sotme do të nisë foltorja e parë, turi i takimeve të Ervin Salianit me demokratët për të dëgjuar lidhur me problematikat e Partisë Demokratike apo gjetjen e një rrugëzidhje se si Partia Demokratike mund të forcohet. Dhe për këtë arsye, zoti Saliani së bashku me disa figura të tjera të Partisë Demokratike ndër më të votuarit në primare dhe në listat e hapura do të nisin këtë tur takimesh, biseda mes demokratësh e kanë konsideruar këta të fundit për të diskutuar, sikurse theksova, lidhur me situatën në cilën ndotet Partia Demokratike në mungesë të një reflektimi nga leadershipi blu për humbjet e një pasnjëshme të demokratëve. Pas krave të mi, në fakt, gjithçka po bëhet gati për të nisur edhe takimi i zotit Saliani, kanë qenë disa qytetarë të cilët kanë bërritur tashmë deri në këto momente, teksa pritej që pas pak minutash të bëhet edhe nisja zyrtare e takimit të parë të Ervin Salianit në formën e një foltoreje, do ta quaja një diskutimi mes demokratësh, një takim i cili duhet theksuar ermal se do të ketë ose pritet që të ketë pjesë jo vetëm figura si Ilir Ali Mehmeti apo sikurse deklaroi gjatë mesditës sot në Report TV edhe ish kandidati për deputet i qarkut të Durrësit Aulon Kalaja, pra pritet që t'jenë figura që do t'jenë pjesë e takimit të ditës së sotme në Durrës, por po ashtu edhe figura lokale të rëndësishme nga radhët e demokratëve do t'i bashkohen këtij turi diskutimesh, do e quaja kështu.